Qarku i Shkodrës është përfshirë nga reshje e shiu por edhe bore në zonat malore të tij. Reshjet e borës ka nisur këtë të mërkurë në zonën e Bogës, Thethit dhe Vermoshit, por sipas Komisionit Emergjencave Civile nuk paraqiten probleme. Kompanitë kontraktore të mirëmbajtjes së këtyre akseve janë në punë duke ruajtur qarkullimin e mjeteve motorike në këtë zona, ndërkohë policia rrugore këshillon goma dimërore dhe zinxhir për përdoruesit me mjete motorike të këtyre akseve. Ndërkohë, sipas OSHE, nuk ka problematika për furnizimin me energji elektrike. Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë bën me dije se gjatë natës ka pasur mot me shkarkesa atmosferike dhe reshje shiu me intensitet të ulët, rreth 12 mm në 24 orë. Deri tani reshjet nuk kanë shkaktuar probleme në funksionimin e kanaleve të kullimit, argjinaturave dhe digës së rezervuarit Shtodër. Nivelet e ujit në lumenjt Buna, Drin, Kir, Gjadër si edhe në rezervuarit Shtodër, bashkë me prurjet në përrejt kryesor, janë poshtë kuotave të rrezikut për përmbytje. Hidrovorët e Velipojës në Vilon dhe Qasja në gatishmëri dhe funksionojnë me kapacitet të plot pa probleme. Veprat monitorohen vazhdimisht edhe parashikohen ndërhyrje urgjente nëse evidentohen probleme.